Momente spontane, humor familjar dhe pak panik para udhëtimit, kështu duket një ditë e zakonshme për këngëtaren e njohur shqiptare Angjelusha Saliu. Një video e publikuar nga motra e saj në rrjetet sociale ka bërë të qeshin ndjekësit, pasi ajo e ka kapur Angjin në një moment shumë tipik për mërgimtarët para nisjes për në aeroport. Në videon që po qarkullon në rrjetet sociale, motra e Angjelushës shihet duke i rregulluar flokët këngëtares, ndërsa atmosfera është plot humor dhe nxitim. Por ajo që e bëri videon edhe më argëtuese ishte mbishkrimi që motra vendosi mbi postim. Tipike një mërgimtare. Gjatë videos, Angji dëgjohet duke i thënë me nxitim motrës që ta përfundoj sa më shpejt rregullimin, pasi koha po ikte. Ndreqe më shpejt edhe 4 orë kam me shku në aeroport. Ky moment i thjesht familjar u kthye menjëherë në një skenë komike për ndjekësit, të cilët e pan veten në këtë situatë, atë nxitimin klasik para udhëtimit, kur duhet të bësh gjithçka në momentin e fundit. Komentet nuk munguan, me shumë fansa që qeshen me situatën dhe e quajtën Angjin shumë reale dhe spontane. Edhe pse është një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, momente të tilla tregojnë një anë krejtësisht tjetër të Angjelushës, atë të një vajze të thjeshtë që kalon kohë me familjen dhe që, si shumë të tjerë, përjeton nxitimin tipik para një udhëtimi. Dhe pikërisht këto momente spontane janë ato që shpesh bëhen më të dashurat për publikun. Në fund, një gjë është e sigurt, videoja e Angjelushës dhe motrës së saj jo vetëm që i bëri ndjekësit të qeshin, por edhe tregoi se humori familjar është gjithmonë receta më e mirë për të ndezur rrjetet sociale.